A don që ta shikosh një grua, një femër e cila është banore e xhenetit? A don ta shohësh një rrugë, një grua e cila është banore e xhenetit prej në dunja? Tha po. A e shikon atë grua atje? Tha po. Ajo grua është banore e xhenetit, e garantuar prej në dunja. Për çfarë arsye? Tha, ajo grua ishte e sëmur. Kur e kapte sëmundja e saj, i çkinte teshat e saj, binte në rrugë. Shkoj te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha, ja Rasulullah, unë jam e sëmur, lutë Allahun, Allahu të më shëron. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nëse don, e lut Allahun, Allahu të shëron. Mirë po, nëse don ban sabër, do t'jesh banore e xhenetit. Atëherë kjo grua tha, do të bëj sabër për hir të Allahut azza wa jall. Mirë po, lutë Allahun që të ma largon, të ma mundson, mos t'i çky teshat e mia. Smundjen do t'a duroj. Lakuricin nuk kam mundësi që t'a duroj. Këto ishin ato gra. Turpi i tyre ishte deri në atë shkallë, sa që edhe të arsyetuara dëshironin të qëndrojnë të mbuluara.